Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Po më vërmë të përkohë, do them shumë shkurtimisht shërbimet e mia. Unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, të hënë dhe të premte, të hënave, siç e shikoni, bëj në lidhje me ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje. Ndërkohë ditëve të premte bëj parashikimin javor. Të gjitha videot e mia të lidhjeve të drejtë për drejta mund t'i gjeni te kanali im YouTube-it. Për të këtyre kam edhe parashikjet në televizione, edhe këto janë të hënë dhe të premte. Ditën e hënë janë tek kanali A2CNN, tek programi Dita Jon, ndërkohë që ditëve të premte jam tek kanali Top Channel në programin Në shtëpinë tënde. Për te këtyre që janë shërbime të cilat janë për ju, për publikun dhe janë pa pagesë, kam edhe shërbimet e mia personale, të cilat janë konsulta, një tek e tek me ju pra, dhe janë me pagesë. Këto konsulta përfshin analizën e hartës, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes për të gjithë ata që nuk e dinë dhe si rrethoj ascendentin. Mund të bëjmë analizën e lidhjes dhe detyrimisht edhe parashikimin për të ardhmen, duke qenë se të gjithë këtë dëshirojnë që të dinë. Këto janë shërbimet të cilat unë ofroj. Në qoftë se doni të prenotoni, mund të më shkruani nga WhatsApp im, është e vetmja platformë tashmë që pranoj prenotime. Kemi mbyllur përfatmirësisht periudhën e eklipsave dhe jemi futur në fazat normale tashmë, që është fazat e hënës. Kjo hënë e re tek shenja e peshqve do të jetë në datën 19 mars, është në orën 2:23 të mëngjesit dhe do të jetë në 28 gradë e 27 minuta të shenjës së peshqve. Në të vërtet, kjo është pak a shumë mbyllja e zodiaku, duke qenë se është pothuajse një gradë e parafundit pra. Prandaj dhe ndikimet janë shumë herë më të lodhshme se sa zakonisht, por ana pozitive është se kemi dhe një rilindje të dukshme pas kësaj. Deri tek hëna e re, pra kemi pothuajse edhe 10 ditë, jo pothuajse kemi edhe 10 ditë përpara. Të gjithëve do të këshilloja që të përzidhet mirë njërë gjërat që doni të mbani në jetën tuaj. Kjo është numër 1, është e vlefshme për të gjitha shenjat, nuk ka rëndësi. Dhe e dyta, të perceptoni mirë, të piketoni mirë gjërat që ju lodhin, sidomos nga ana emocionale, shpirtërore dhe psikologjike. Duke qenë se shenja e peshqve do me thënë pikërisht kjo, ana jonë psikologjike, lidhja që ne kemi me universin, në të njëjtën kohë edhe lidhja që kemi me ndërgjegjen kolektive. Në këto momente kemi një retrograd të Mërkurit pikërisht tek shenja e peshqve, prandaj dhe është vërtet shumë aktive kjo si shenjë. Për të gjitha kemi tashmë edhe Marsin. Duke qenë se Marsi është një planet i cili përfaqëson dhe luftën, në këto momente botën e brendshme është vërtet shumë e ngarkuar dhe do të vazhdojë që të jetë deri tek kjo hënë e re. Pas kësaj, duke qenë se çdo gjë do të jetë në sipërfaqe, pra subkonscienca do të jetë komplet në sipërfaqe, por përsërisht është për të gjithë ne, është e vlefshme kjo. Do të kemi shumë më tepër aftësi që të perceptojmë ose më themi që të heqim qafe ato çfarë nuk na duhen dhe të mbajmë jetën tonë gjërat që na nevojiten, por deri në atë pikë, siç e thash, duhet t'i piketojmë mirë. Pse e them këtë? Duke qenë se kemi një subkonscient vërtet shumë aktive në këto momente, kemi ëndra vërtet shumë realiste. Dhe kjo do të thotë që nuk arrim që të shplodhemi ashtu siç duhet gjatë natës, sepse vazhdojmë që t'i përpunojmë gjërat. Prandaj dhe në qoftë se edhe gjatë ditës na ngelet mendja diku te disa persona tek të cilat kemi dyshime ose situata të ndryshme tek të cilat kemi dyshime, do të lodhemi edhe më tepër dhe mendja jonë pra si organ nuk do të ketë mundësi që të shpellë, si edhe mund të kemi edhe krisje. Çfarë janë këto krisje? Mund të kemi futjen në depresion, në situata të cilat ose më themi gjendje emocionale të cilat janë vërtet shumë të ngarkuara. Edhe pse do të kemi rilindjen, siç e thash, kjo rilindje nuk do të thotë se është patjetër pozitive, e kemi ne në dorë se çfarë do të nxjerrim në skenë. Si vedoj, në këto momente do t'i këshilloj të gjithëve që të jemi më përzgjedhës, të gjithë personat, situatat të cilat ju lodhin, do t'i këshilloj që në këto momente të qëndroni pak larg dhe të mbani në jetën tuaj gjëra të cilat ju shplodhin dhe ju shërojnë. Duke qenë se shenja e peshqve, një ndër karakteristikat më të rëndësishme është edhe sakrifica. Dhe kemi tendencën të gjithë që të vetë sakrifikohemi pa qenë e nevojshme. Kjo është diçka e përgjithshme që doja të thoja, ndërkohë tashmë do të kaloj gradualisht tek ndikimi që do të ketë kjo hënë e re.
Siç e thash, kjo është një hënë e re e cila ndodh në gradën 28 të shenjës së peshqve, në gradën e 29 më mirë të themi, pra është grada e parafundit e zodiakut. Prandaj dhe do të thotë edhe mbarimi i një cikli vërtet shumë të gjatë të lodhshëm dhe të bezdisshëm. Ky është një ndër periudat më të rëndësishme që ne po përjetojmë në këto momente, pak më tepër që do të kemi edhe si karakter kryesor Marsin, që është planeti i luftës, do ta kemi ndër karakter kryesore të kësaj hëne të re, duke qenë se drejtuesi i kësaj hëne të re do të jetë i vendosur tek shenja e dashit. Pra Neptuni është vendosur tek shenja e dashit dhe është në drejtimin e Marsit. Kjo do të thotë që në momente të krize ne vërtet mund të kthehemi në luftëtar. Problemi këtu është se vërtet mund të marrim armët në duar edhe pse nuk do të jetë shumë e nevojshme. Kemi arritur në kulmin e durimit, pra, dhe mund të reagojmë në mënyra vërtet shumë impulsive, sidomos kur na prekin ideologjit ose sidomos kur preken kufin tanë të cilët në të vërtet mund të jenë imagjinar. Prandaj e thash edhe në fillim që të përzgjedhim dhe të mbajmë jetën tonë vetëm gjërat të cilat na bëjnë që të ndihemi të shplodhur, ku ndihemi komod, ka shumë rëndësi në këto momente, sepse çdo gjë që është e lodhshme mund ta perceptojmë si armik. Dhe edhe në qoftë se do të kishim mundësi normalisht të zgjidhnim probleme me persona të caktuar apo në situata të caktuar, duke qenë se do të jemi shumë impulsiv, do të perceptojmë si armiq, do të marrim, siç e thash, shpatën në dorë dhe do të reagojmë mirë, pastaj do të fillojmë të mendojmë. Është një periudhë vërtet shumë e rëndësishme, mund të kthehet kaotike në qoftë se ne e lejojmë, por nëse nuk e lejojmë, jemi në përzgjedhës për përsëris, atëherë normalisht e gjithë situata mund të kthehet në diçka shumë më pozitive. Cila është ana pozitive, do të thoni ju. Duke qenë se subkonscienca do dalë në konsciencë, atëherë kjo do të thotë që ne jemi më të vetëdijshëm. Lidhja me hyjnoren është shumë më e fuqishme dhe pak më tepër lidhja me ndërgjegjen kolektive është shumë më e fuqishme. Dhe duke qenë se vazhdojmë që të përpunojmë të gjitha ngjarjet që na kanë ndodhur gjatë ditës edhe gjatë natës, do të thotë që kemi një subkonsciencë tashmë që do të po pastrohet, po filtrohet. Dhe del në sipërfaqe një individ dhe një shoqëri e cila është shumë më e ndërgjegjshme dhe më e shëndetshme detyrimisht. No, asnjë gjë nuk ndodh vetvetiu, asnjë gjë nuk ndodh me lehtësi, nuk ka kaluar si fazë, domethënë vite me radhë përpara, ndërkohë që në këto momente çdo gjë i vjen atyre të cilët punojnë. Prandaj nëse jemi të ndërgjegjshëm dhe bëjmë punën që na nevojitet ne si individ, kemi aftësinë që të ndihmojmë edhe shoqërinë që të jetë më e shëndetshme. Një ndër temat më të rëndësishme që kemi në këto momente janë edhe marrëdhëniet familjare. Kanë qenë shumë e prekur marrëdhëniet familjare e ndikuar, më të themi, që nga shtatori i vitit 2025 kemi pasur një Jupiter i cili ka qenë shumë aktiv. Ky aktivizim ka qenë sa pozitiv, po aq edhe negativ. Në të gjitha marrëdhëniet familjare të cilat kanë qenë toksike, kanë dalë më tepër në sipërfaqe, si edhe mund të kemi pasur edhe prishjen e familjeve. Janë ndikuar në mënyrë të dukshme martesat, po ashtu edhe marrëdhëniet midis prindërve dhe fëmijëve. Kjo hënë e re do të thotë mbarimin e këtyre tematikave. Nuk do të thotë që pas kësaj nuk do të ketë më familje, ose ajo çfarë është po thoj për çfarë, domethënë nuk mund të rregullohet më, do të thotë që thjesht do të mbarojnë këtë lloj dalësh në skenë të problemeve, sepse është edhe hapi i fundit. Pra ato çfarë kishim për të dalë në skenë dola, tashmë jemi në periudhën ku do t'i zgjidhim këto, jemi më të ndërgjegjshëm, pra përsëris. Kemi fat shumë të madh sepse Jupiteri gjatë kësaj hëne të re do të jetë në lëvizjen e drejtë, do të vazhdojë që të jetë tek ylli Sirius, që është ylli i sistemit, prandaj dhe mënyra se si duhet të veprojmë pak a shumë do të na imponohet nga Perëndia, nga Zoti, nga sistemi, quajmë çfarë të doni. Dhe një ndër temat kryesore është shërimi i familjes, marrëdhënieve familjare dhe shndërimi i tyre nga toksike në diçka shumë më të shëndetshme që e mbështet individin për të qenë një individ i cili është i përshtatshëm për vibrimin e ri ose për dimensionin e ri ku po futet toka. Këtë e dim të gjithë tash, më besoj. Duke qenë se, edhe kjo është diçka që bëhet përsëris, duke qenë se është një hënë e re e cila do të jetë tek gradet e fundit të zodiakut, do të thotë edhe mbyllja e një cikli vërtet shumë të gjatë. Këtë e kam thënë edhe në disa vende të tjera që kemi disa ngjarje në këto momente që nuk kanë ndodhur që pothuajse 3000 vite me radhë, dhe është një periudhë vërtet shumë e gjatë. Dhe kjo do të thotë që kemi hyrje në një rend të ri, në një mënyrë të re drejtimi, pra udhëheqjeje.
Dhe kjo hanere do thotë edhe hapat e para të kësaj. Tashmë jemi më të ndërgjegjshëm nëse individ si rrjedhë dhe kemi dhe aftësi për të ndikuar tek shoqëria. Këtë edhe pse nuk do ta ndjejmë menjëherë, sepse asgjë nuk dihet menjëherë, do të fillojmë që ta ndjejmë gradualisht. Do të jetë pothuajse menjëherë pas hënës së re, sepse në datën 21 do të kemi një thyrje të këtij rendi dhune dhe terrori që po ndjejmë në këto momente. Pas kësaj, si shoqëri do të fillojmë që të shërohemi. Por shenja e peshqve, siç e thash, domethënë edhe sakrificë dhe në mënyrë që të mund të mbijetojmë, një pjesë duhet të sakrifikohet. Kjo nuk do të thotë që duhet të sakrifikojmë patjetër njerëz, ashtu siç po bëhet në të vërtetë në botë në këto momente. Faktikisht ne mund të zgjedhim të sakrifikojmë pjesët tona të cilat janë të pashëndetshme. Pra, edhe kjo nuk mund të them që është sakrificë, është thjesht të heqim dorë nga gjithçka që nuk i shërben kolektivit, shoqërisë. Problemi është se egoja njerëzore na i pengon këtë si gjë dhe duam të gjithë që të jemi, domethënë, të dalim përpara, të kemi të fitojmë vetë. Kjo është një ndër problemet më të rëndësishme aktuale të shoqërisë, por nëse të heqim dorë nga kjo dhe mendojmë për njëri tjetrin, atëherë do të kemi mundësi që të rritemi të gjithë së bashku. Përsëris, kjo është një ndër hapat e fundit tashmë, sepse nuk kemi më shumë për të zgjedhur. Në qoftë se zgjedhim që të jemi mirë të gjithë, do të jemi mirë të gjithë. Në qoftë se nuk e zgjedhim këtë, atëherë nuk do të jemi, është shumë e thjeshtë. Për sa i përket mjekësisë, në këto momente nuk mund të them që kemi zhvillimet të reja ose zbulimet të reja, edhe pse mund të kemi, po do të jenë vërtet shumë të pakta. Ajo çfarë do të vijë tre është fillimi i aplikimit të atyre që janë zbuluar afërsisht në këto 4 muajt e fundit, sidomos që nga eklipsi i diellit e këtej, pra që ishte në datën 17 shkurt, afërsisht një muaj përpara atij, pra duke qenë se eklipset e kanë ndikimin një muaj përpara, pra kemi afërsisht 3 muaj, 4 muaj kohë. Gjitha zbulimet që janë përgjegjësisë e periudhës do të fillojnë që të aplikojnë në këto momente. Kjo nuk do të thotë se është patjetër diçka pozitive, por nuk do të thotë se është edhe diçka negative. Duke qenë se kemi pasur përdorimin e AI-t në mënyrë të dukshme dhe e di që ka dhe disa zbulime të cilat i përkasin edhe kancerit si sëmundje dhe e di që janë zbuluar metoda të reja për ta shmangur ose për ta mundur atë, mund të fillojmë që të vëmë re aplikimin e tyre. Kjo është diçka pozitive detyrimisht, kurse në anën negative, duke qenë se kemi një sakrifikim, siç e përmenda disa herë, kjo do të thotë që mund të kemi edhe përdorimin e disa vaksinave, ilaçeve e të tjerë, të cilat mund të mos jenë shumë për të mirën e individit ose të shoqërisë. Prandaj të gjitha ilaçet të cilat janë të prodhuara nga firma të cilat nuk kemi besim, sepse kanë dalë emrat në një dosje apo në një tjetër, do t'i këshilloj që ti rishikojmë edhe një herë dhe të gjejmë alternativa. Çdo ilaç duhet përdorur nëse jo ka dhënë doktori, po e them që ka mundësi gjithmonë që jo nga një firmë, por nga një firmë tjetër, pra të gjeni diçka alternative, që të jetë e njëjtë, përbërja të jetë e njëjtë, po të mos jetë firmë e cila është me dyshim, domethënë. Ky është ndikimi që ka për sa i përket mjekësisë. Nga ana tjetër, një ndër gjëra që do të vihet re që ka kohë faktikisht është po rritet mbrapa skene, është edhe mjekësia e cila i përket jo ajo tradicionale, pak më tepër shpirtërore, është mjekësia e cila ka të bëjë me natyrën, po është naturopatët janë shtuar shumë, dhe është diçka pozitive, më duhet të them. Po ashtu dhe kemi dhe shërimin e njerëzve ose nga anën energjetike, kemi pak a shumë zhvillimin edhe më tej të kësaj. Në këtë pikë normale që kemi avancuar vërtet shumë, sepse kjo është diçka reale, por gjithsesi jemi ende në hapat e para të saj, prandaj vërtet që do t'ju këshilloja që të drejtoheni tek persona të cilët e kanë provuar veten e tyre, sepse edhe kjo hanere do të thotë manipulim. Për fat të keq, duke qenë se manipulimi më i madh është në lidhje me shëndetin e njeriu dhe duke qenë se një ndër ndikime më të rëndësishme që përmenda është edhe lidhja që kemi me kolektivin, do të ketë shumë persona të cilat mund të pretendojnë që të kenë aftësi të tilla, por që në të vërtetë nuk i kanë. Do të jemi shumë të kujdesshëm pra. Okej.
Ky është ndikimet që kemi në lidhje me mjekësinë, po e thash, kemi zhvillimin e mjekësisë në përgjithësi. Tashmë nuk kemi më në atë fazën domethënë që kemi thjesht mjekësinë klasike ku duhet patjetër që të përdorim ilaçet, është diçka që duhet parë e tëra domethënë, është më holistike si perceptim dhe kjo është ajo çfarë duhet të jetë, sepse ne si persona nuk kurse njerëzim domethënë, nuk kurse jemi të bërë thjesht nga mishi, kemi dhe anën shpirtërore, prandaj edhe duhet të fillojmë ta përdorim atë. Po, është holistike vërtet. Ka ardhur koha, domethënë ka ardhur vërtet koha që ta përdorim atë. Okej, kjo është ndikimi që ka tek mjekësia, ndërkohë që tek shëndeti. Kur kemi një hënë të re, apo hënë të plot, të vendosur tek shenja e peshqve, tek aksi më mirë të themi, tek boshti, peshë, virgjë, resh, gjithmonë kemi probleme me shëndetin. Ndërkohë që eklipsi i hënës solli probleme me infeksionet, kjo hënë e re do të sjellë probleme tek sistemi imunitar. Prandaj dhe do t'i këshilloj të gjithëve që atë çfarë thash në fillim, pra që të heqim nga jeta jonë të gjitha situatat, personat të cilët na lodhin, po e ripërsëris sepse është një ndër ndikimet më të rëndësishme. Në fillim do të lodhemi nga ana shpirtërore, nga ana emocionale, nga ana psikologjike dhe kjo do të shprehet në mënyrë të dukshme edhe në fizikun tonë, sepse vërtet që mund të kemi probleme me sistemin ton imunitar, duke qenë se do të jetë vërtet shumë i lodhur. Kemi Marsin të vendosur tek shenja e peshqve, që do të thotë edhe sëmundje, të cilat kanë temperatura të larta, sepse Marsi është planet zjarri. Dhe të gjitha femrave që në këto momente janë shtatzën, do t'i këshilloja që tani, sidomos duke filluar afërsisht 4 ditë, 3-4 ditë pra para hënës së re, pra duke filluar që nga data 14, deri pasi të ketë mbaruar kjo hënë e re, do t'i këshilloj që të jenë shumë herë më të kujdesshme nëse keni planifikuar ndonjë udhëtim, do t'i këshilloj që të anulloni, sepse kemi disa vendosje të cilat mund të shkaktojnë edhe probleme gjatë shtatzënive. Okej, kjo është ndikimi që kemi këtu. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit të përgjithshëm, pikat ku do të preken e thash pak përpara. Do të kemi një çlirim shumë të madh pas kësaj, në anën psikologjike, pas kësaj hëne të re, sidomos shenjat e ujit do ta ndjejnë edhe më tepër këtë, duke qenë se është një hënë e re, shenja që do ndjej më tepër detyrimisht është shenja e gafores. Deri tek hëna e re veç për shenjën e gafores kemi një ndikim të tillë që do të jetë vërtet shumë e ngarkuar. Këtu nuk bëhet fjalë thjesht për personat që kanë lindur tek shenja e gafores ose që kanë ascendentin këtu, bëhet fjalë edhe për personat që kanë hënën tek shenja e gafores, sepse ta ndjejnë në mënyrë shumë intensive të gjitha kalimet planetare deri tek hëna e re. Kjo do të thotë që këta persona do të kenë ëndra edhe më të gjalla, do të thotë që do të kenë edhe më tepër vështirësi për të përqendruar në jetën reale, sepse lidhja midis realitetit dhe ëndrës do të përforcohet dhe ajo vella që i ndan këto të dyja do të zbehet. Prandaj edhe këta persona, pra përpërsis ata që kanë hënën të vendosur tek shenja e gafores, do ta ndjejnë edhe më tepër këtë periudhë si diçka shumë intensive dhe pak më të vështirë për të menaxhuar. Prandaj që të përqendrohemi thjesht në diçka që është e domosdoshme në këtë moment ka shumë rëndësi, pra të fokusohemi tek puna nëse është puna, tek familja nëse është familja. Ndërkohë që të gjitha gjërat e tjera do të këshilloj që t'i lëm rrjedhën, t'i lëm kopra, në mënyrë që t'i tejkalojmë. Ndër ndikimet më pozitive që do të ketë kjo hënë e re, është këndet pozitive që do të ketë me Uranin dhe me një asteroid i cili quhet Juno. Këto të dyja do të thonë që të gjitha problemet që u shkaktuan nga eklipsi i diellit, i cili ishte në datën 17 shkurt, tashmë do të fillojnë që të zbehen. Është në një moment vërtet shumë i rëndësishëm, sepse të gjithë personat që kanë pasur probleme, sidomos dhimbje të ndryshme në trupin e tyre, gjatë gjithë kësaj periudhe do të fillojnë që të ndjejnë një çlirim vërtet shumë të madh. Duke qenë se ai eklips kishte një ndikim vërtet shumë të fuqishëm edhe tek sistemi jonë nervor, kjo do thotë që do të kemi një zbutje edhe të problemeve këtu. Por përsëris, kemi një trysni vërtet shumë të madhe që mund të krijohet tek bota jonë e brendshme, tek ana psikologjike, dhe kjo mund të ndihet si dhimbje koke dhe mund të riprekë sistemin nervor nëse nuk jemi të kujdesshëm.
Zgjidhja e vetme që kemi, po e përsëris disa herë domethënë, por dua që të jem e qartë, zgjidhja e vetme që kemi është që të mbajmë në jetën tonë vetëm gjëra që na shplodhin. Okej, gjatë kësaj hëne të re, shenjat të cilat janë më të ndikuara do të jenë shenjat e ndryshueshme, që është detyrimisht shenja e peshqve sepse këtu po ndodh, pas kësaj do të jetë shenja e Virgjërgjës sepse kjo hënë e re do të ndodhë përballë me ta. Dhe do të kemi edhe shenjën e peshqve dhe atë të Shigjettarit. Të katërta këto shenja, jo vetëm ata që kanë lindur gjatë këtyre shenjave ose që kanë ashenit këtyre shenjave, por edhe ata që kanë vendosje te këto shenja, pra çfarë do lloj vendosje planetare që të keni, do të jenë vërtet shumë të ndikuar. Ndikimi në përgjithësi do të jetë çlirimi në vartësi të vendosjes që keni për te këto shenja, por do të jemi vërtet shumë të vetëdijshëm në mënyrë që të çlirojmë, pra të nxjerrim nga jeta jonë gjëra të cilat nuk na nevojiten. Shenja e peshqve në të vërtet ka një aftësi vërtet shumë të madhe që ne të na lidhi me anën tonë shpirtërore, pra të na prezantojmë me veten tonë. Dhe ndonë se perceptohet si një sakrificë, siç e thash dhe disa herë, në të vërtetë është diçka vërtet shumë pozitive. Është shumë pozitive sepse në moment që ne prezantohemi me veten tonë, kemi aftësinë që të arrim potencialin tonë të vërtet, dhe kemi edhe aftësinë që të heqim nga jeta jonë dhe nga vetja jonë gjërat të cilat na pengojnë. Gjatë kësaj hëne të re do të kemi një ndikim I cili do të këshillohet të gjithëve që të jemi disi më të kujdesshëm, sidomos gjithë personat që jetojnë brenda të rreve shqiptare, do të këshilloj edhe më tepër që të janë pak më të kujdesshëm. Do të kemi Venusin vendosur tek shenja e Dashit me ikën negativ me Jupiterin. Kjo është një vendosje, ky është një kënd I cili nxjerr në skenë tendencën që të egzagjerojmë, të jemi shumë ekstravagant se çfarë duhet, dhe të jemi vërtet shumë egoist. Pra, në vend që të shikojmë dhe të mendojmë se çfarë do të na shërbejë ne si familje ose si ambient, fokusohemi vetëm se çfarë është nevoja jonë personale dhe mund edhe të egzagjerojmë me harximet, po ashtu edhe me konsumin në përgjithësi. Në momentin që nuk arrim që të realizojmë qëllimet tona, mund të kthehemi edhe në persona agresiv. Edhe pse qëllimi mund të jetë I mirë si fillim, mbarimi mund të jetë I keq. Çfarë dua të them me këtë? Mund të tentojmë që të shprehim ndjenjat tona, emocionet tona ndaj një personi, dhe nëse nuk na kthehet në të njëjtën mënyrë, atëherë mund të kemi tendencën që të egzagjerojmë. Dhe duke qenë se siç e thash, konsumi mund të jetë shumë I lartë, kjo mund thotë edhe konsum shumë I madh në alkool, dhe kjo mund të përkthehet edhe në një agresion vërtet shumë të lartë. Pse po e them për në Shqipëri? Sepse hëna e Shqipërisë është e vendosur tek shenja e Dashit dhe ne jemi impulsiv si natyrë. Ky është ndikimi që kemi, është një ndikim I fuqishëm, por shumë I shmangshëm. Mjafton që të jemi pak më të përmbajtur. Okej, ndërkohë që duke qenë se siç e thash, kjo hënë e re do të ketë një kënd pozitiv me Zhunën. Këtë e përmenda, po e përmenda shkarazi. Zhunoj do të thonë perëndesha e martesës. Kjo hënë e re do të thonë edhe fillimin e lidhjeve shumë serioze, të cilat përfundojnë me martesë. Është shumë e rëndësishme. Dhe kjo nuk do të thonë thjesht martesë midis njerëzve, në të vërtetë mund të thotë edhe bashkëpunime shumë të fuqishme midis shteteve. Shpresoj që të jetë domethënë marrëveshje të cilat do të na shërbejnë të gjithëve. Shpresoj vërtet që të jetë ashtu. Por mund të kemi edhe aleanca të cilat deri në këto momente mund të duken të pamundshme. Atëherë po kalojmë një herë tek ndikimi që do të kemi tek shenjat. Për shenjën e Dashit, kjo hënë e re është një ndër hënë të re më të rëndësishme. Madje mund të them që është edhe më e rëndësishme se sa eklipsi që ndodhi një muaj përpara këtij. Kjo sepse do të jetë tek shenja e peshqve dhe është shumë afër me fillimin e shenjës së Dashit dhe do të jetë edhe në takim me Neptunin dhe me Saturnin, që është një të vendosur tek shenja e Dashit në këto momente. Prandaj dhe për ta, për ju domethënë që tek shenja e Dashit, do të thotë që subkonscienca dhe konscienca, pra ajo çfarë jeni dhe çfarë e keni hedhur pak a shumë, që nuk e keni përpunuar, nuk e kishit përpunuar më të themi ende, tashmë është në sipërfaqe dhe janë të dyja një. Kjo do të thotë që nuk keni më pengesa për të realizuar atë çfarë juve ju duhet. E njihni veten shumë mirë, e dini shumë mirë ku keni fuqitë, super fuqitë tuaja, e dini shumë mirë dhe ku keni ato që
pra anët tuaj të cilat mund të jenë pak më të dobta. Prandaj edhe dini dhe si të përdorni ato në mënyrë perfekte, më duhet të them. Kemi një kënd negativ të Venusit i cili është vendosur tek shenja juaj me Jupiterin, këtë e thash pak përpara. Por në rastin tuaj kjo nuk mund të them se është diçka negative. Përkundrazi, jeni shumë herë më të prerë në marrëdhënie që keni me familjarët tuaj, sidomos me ata persona të cilët deri në këtë moment e kanë shkaktuar dëme tek ju. Pra të gjitha marrëdhëniet të cilat kanë qenë toksike, të pashëndetshme, jeni shumë më të prerë dhe përzieni që të mbani në jetën tuaj vetëm persona të cilët duhet jenë aty. Dhe keni dhe aftësinë për të rregulluar ose për të shëruar të gjitha këto marrëdhënie, sepse siç e thash, jeni shumë më të vetëdijshëm. Madje shenja e dashit është një nga shenjat që mund të bëhet vërtet shembull në shoqëri. Rritja më të madhe tek ju e keni në anë shpirtërore, është një rritje vërtet kolosale. Jeni persona të cilët këtë hënë të re do ta përjetoni pothuajse çdo sekond. Edhe pse është pak e lodhshme, sepse detyrimisht të gjitha këto që përmendë tani janë në etapa të cilat bëhen të lodhshme, por nga ana tjetër bëhet edhe futeni në një periudhë që është shumë më pozitive, sepse jeni më të aftë të hidhni hapa të sigurt ose më tepër vetëdije pas kësaj. Në lidhje me shëndetin, kjo është pika ku duhet jemi të kujdesshëm. Duke qenë se kjo hënë e re do të ndodhet tek shtëpia e subkonsciencës, mund të lodhë gjithë ky proces sa përmenda edhe sistemin imunitar. Prandaj deri tek kjo hënë e re, pra deri në datën 19, do të këshillohesh të jemi vërtet shumë të kujdesshëm si me përdorimin e energjisë në aktivitetet fizike që bëjmë, po ashtu dhe në lidhje me përdorimin e mendjes tonë, sepse dhe kjo mund të na lodh aq shumë, pra të harxojmë aq shumë energji, sa që mund edhe të ndikojë në anën tonë fizike. Për këtë arsye gjithçka duhet bërë pak më tepër moderitet. Dhe mbi të gjitha, në qoftë se deri tek hëna e re mund të dalin përballë situata të cilat janë pak të frikshme ose kryen një farë paniku, do të këshilloja që thjesht t'i vëzhgoni, sepse keni dhe aftësinë që të shëroni edhe fobitë tuaja nga kjo hënë e re. Pra është shumë e fuqishme, shumë pozitive, por siç e thash, do t'ju duhet që të ballafaqoheni me shumë aspekte, të cilat në disa raste mund të bëhen detyrimisht të lodhshme. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm për sa i përket karrierës nga kjo hënë e re, dhe ndikimi është se në mënyrë instinktive zgjidhni rrugën e dur, e cili ju shpije drejt një suksesi vërtet shumë të madh. Prandaj do t'ju këshilloj që intuitën tuaj ta dëgjoni, sepse do t'ju ndihmoj që të rriteni vërtet shumë dhe të krijoni një stabilitet vërtet shumë të madh ekonomik. Mbështeten që deri në atë datë, ndoshta nuk mund ta merrni nga familja, do ta merrni nga intuita juaj, prandaj të këshilloj ta dëgjoni ata. Shenja e Demit, por shenja e Demit, kjo hënë e re ka një ndikim disi të përzier. Arsyeja që është të përzier vetë kjo hënë e re është shumë pozitive. Të jem realist për shenjën e Demit. Kemi një ndihmë vërtet shumë të madhe nga shoqëria, kemi mbarimin e një periudhe ku mund të kemi pasur pengesa në lidhje me trajnimet ose për të edukuar. Në disa raste kemi mbarimin edhe të ndoshta të doktoraturave, të universitetit apo zgjidhjen e tekës së tyre. Dhe për këtë arsye shenja e Demit ka një rritje konstante tashmë, sidomos pas kësaj hëne të re, tek të ardhurat materiale dhe stabiliteti që ata duan që të ndërtojnë jetën e tyre. Por nga ana tjetër, arsyeja që është ky farë disbalancimi është se Venusi, që është drejtuesi juaj, do të jetë në kënd negativ me Jupiterin. Dhe kjo do të thotë që subkonsciencia juaj do të ndjetë juve, do brenda vetes tuaj, subkonsciencia juaj do të ndjetë gjithmonë nën sulm, sidomos nga vëllezërit, nga motrat, nga personat që keni rreth rrotull, apo çdo gjë që ju thuhet mund të perceptohet pak a shumë si armiqësi. Prandaj dhe është një nga temat që mund t'ju lodhë vërtet shumë. Është aktive deri pothuajse tek hëna e re, është një periudhë pak e gjatë, prandaj të këshilloj të gjithëve që të jemi shumë herë më të vetëdijshëm dhe të vëmendshëm dhe të mundohemi që të kuptojmë se çfarë po na thuhet vërtet. Marrëdhëniet vllazërore gjatë gjithë kësaj periudhe mund të jenë disi të sfiduara për këtë arsye, por kjo nuk do të thotë që nuk mund t'i zgjidhni. Në qoftë se jemi më të vetëdijshëm në mënyrë se si ne vetë komunikojmë, dhe në qoftë se nuk e kuptojmë atë çfarë po na thuhet, të pyesim dhe të marrim sqarime, pra të pyesim nëse është munduar të thotë apo jo diçka të tillë,
atëherë kemi dhe aftësinë që të zgjidhim problemet përpara se të dalet, por në qoftë se veprojmë në mënyrë impulsive, detyrimisht të zgjidhim edhe më tepër këto probleme dhe mund të krijojmë edhe përçarje. Shenja e demit mund të ketë edhe një problem tjetër, që është problemi me automjetet, që është në ndikim në vartësi me të themi të njëjtit kënd. Prandaj, edhe në këtë pikë do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm, në qoftë se e dim që kemi një problem aktualisht te automjeti jonë, të shkojmë ta kontrollojmë, në qoftë se është diçka që dëshirojmë që të marrim në këto momente të blejmë automjetet të tjerë, do të këshilloja që ta mbrojtojmë mirë, ta bashkojmë mirë, madje të marrim edhe këshilla nga specialist. Kjo është diçka që do të ishte më e shëndetshme. Ndërkohë që ndikimi që ka kjo hënë e re për shenjën e demit, domethënë fillimi i një jete sociale të re, për zgjedhjen e individëve të cilët janë më të shëndetshëm, më të përshtatshëm për ju. Pak më tepër që do të ketë edhe një kënd pozitiv kjo hënë e re me uranin, që është i vendosur tek shenja juaj, dhe kjo domethënë një krijimi i identiteti ose dalje në skenë e identiteti i cili është shumë më i përshtatshëm për të ndërtuar jetën që ju dëshironi, sepse do të thotë të ardhur materiale shumë të mira. E thash edhe në fillim, dhe kjo bëhet edhe më tepër me ndihmën e shoqërisë ose krijimin e një suksesi tuaj në shoqëri, në organizata të ndryshme, dhe realizimin e ëndrave tuaja. Për të gjithë personat të cilët janë tek shenja e demit dhe nuk kanë një partner fiks në jetën e tyre, ose që kanë një periudhë të gjatë që janë në kërkim, kjo hënë mund të thotë edhe prezantimin me personin tuaj të jetës, sepse mund të thotë edhe prezantimin me shpirtin tuaj binjak. Aqë, fala sot. Shenja e binjakëve është një ndër shenjat më të ndikuara, një sepse kjo hënë e re po ndodh tek një shenjë e ndryshueshme, por tjetër është sepse kemi edhe Mërkurin edhe që se hënë të re në retrograd dhe është i vendosur tek shenja e peshqve. Fokusimi kryesor për shenjën e binjakëve në këto momente dhe gjatë hënës së re do të jetë karriera. Jemi shumë të shpërqendruar, do të vazhdojmë që të jemi shumë të shpërqendruar deri tek hëna e re, prandaj dhe do t'i këshilloj që në vend që të humbisni të energjinë duke kuptuar se çfarë po hyn apo del nga jeta juaj, vërtet do t'ju këshilloj që të fokusoheni vetëm tek një gjë. Gjë që keni më tepër rritje në këto momente, sepse keni shumë herë më tepër mundësi për të zhvilluar, është karriera, prandaj do t'ju këshilloj vërtet që të fokusoheni aty. Ndërkohë që të gjitha tematikat e tjera janë pak a shumë kalimtare në këto momente, edhe nëse mundohemi që t'i kuptojmë, nuk është se do të arrim që t'i perceptojmë shumë mirë, prandaj vërtet që t'ju këshilloja që të mos merremi me to. Një ndër gjëra që do të këshilloj madje që të jemi të kujdesshëm është edhe këshillat që marrim nga shoqëria, si në lidhje me çështje sentimentale, po ashtu dhe fjalët që na thonë mund të na bëjnë që të ndihemi të pavlerësuar, mund të kemi një farë armiqësie në këto momente nga persona brenda shoqërisë tonë. Prandaj dhe përsëris këshilla ime do të ishte që të fokusohemi pikërisht tek karriera, sepse aty kemi një aftësi vërtet shumë të madhe për të rritur në këto momente. Në qoftë se veprojmë në mënyrë metodike dhe zgjedhim gjërat një nga një, do të bijmë shumë më tepër në sy. Madje të gjitha ato çfarë kemi pak a shumë pikpyetje në lidhje me karrierën, nëse do të avancojmë apo jo, duam të komunikojmë me eprorët tanë ose me pronarin tonë për një rritje rroge të tjerë, do t'ja këshilloj vërtet me ngulm, sepse është një periudhë vërtet shumë pozitive për këtë. Dhe kjo hënë e re do thonë mbarimin e këtyre pengesave që kemi pasur këtu. Shenja e binjakëve nga kjo hënë e re do të dalë një person i cili e vlerëson veten e tij më mirë, është tashmë më i qartë në ide dhe e ka dhe shumë të qartë dhe se ku qëndron në lidhje me karrierën e tij, pozicionin që ka në vendin e tij të punës, dhe si rrjedhoj ka dhe aftësinë që të perceptojë se sa është ajo që mund të investojë në jetën e tij personale. Si rrjedhoj kemi dhe një rritje vërtet të madhe pas kësaj në lidhje me begatin që ka brenda shtëpisë, banesës, madje disa persona mund të duan edhe që të ndryshojnë, ta zgjerojnë si familjen, po ashtu edhe banesën e tyre. Shenja e binjakëve është një ndër shenjat të cilat, në qoftë se jeni femër e cila në këto momente është shtatzan, do t'i këshilloj me ngurm që t'jeni pak më të kujdesshme, sepse jeni një nga shenjat që mund të prekeni pak më tepër në këtë pikpamje, është ajo që e thash në fillim, do t'i këshilloj që ta dëgjoni atë pjesë, mesa e thash tani, nuk keni nevojë ta dëgjoni. Okej. Në lidhje me shëndetin, shenja e binjakëve do t'ju këshilloj që t'jeni të kujdesshëm, sepse nga kjo hënë e re do të preket shumë sistemi imunitar dhe duke qenë se urani pavarësisht është në kënde pozitive prek pjesën e fytit dhe detyrimisht mund të prek edhe
mushkrit, gjë që ju e keni pak më të ndjeshme, do të këshilloj që jemi disi më të kujdesshëm. Nuk po them që do të sumorin patjetër, thjesht po them që jemi të kujdesshëm, nuk na prish po. Shenja nga Forës, e përmenda që është një nga shenjat më të ndikuara, do të kemi një lodhje, më duhet të them deri tek hëna e re, më tepër do ta ndjejnë këtë ata që kanë hënën të vendosur tek shenja nga Forës, por detyrimisht të gjithë personat që kanë vendosur këtu ta ndjejnë, edhe ata që kanë diellin dhe ata që kanë ascendentin. Ndikimi do të vinë në këtë mënyrë, gradualisht energjia do të vitë duke ulur, do të jemi shumë më të ndjeshëm dhe ambientit, ndas asaj çfarë energjisë që kanë personat që kemi rreth e rrotull, në disa raste jo vetëm rreth e rrotull, persona të cilët mund t'i kemi të afërt te zemrës tonë, pra mund t'i ndjejmë edhe pse mund të jenë në një distancë. Kemi një rritje shumë më të madhe të ndjeshmërisë në këtë aspekt të fuqive shpirtërore pra tek shenja nga Forës, dhe kemi te kalimin e të gjitha pengesave të cilat na kanë bërë që ne të mos njohim para shumë anën tonë shpirtërore. Këtu mund të thotë edhe në lidhje me fanatizmat, me ideologjit ose kushtëzimet që ne janë krijuar që nga familja, që nga familjaria, po ashtu dhe ato që i kemi bërë në vetes, dhe mos ato që kanë qenë të bazuara në frikë. Ky është një ndikim vërtet i madh, pozitiv, por për shumë persona mund të bëhet i lodhshëm dhe disi i frikshëm. Prandaj dhe çdo gjë që po ndodh në këto momente, duhet ta kuptoni që është për të mirën tuaj. Nuk është diçka për të trembur, është diçka shumë pozitive, është një superfuqi që po fiton në këtë moment e shenja nga Forës. Arsyeja që po e fiton këtë superfuqi është që të mund të ndihmoj edhe më mirë veten e saj, po ashtu edhe personat që do. Duke qenë se pas kësaj do të dalë në skenë një individ i cili shumë herë më i shëndetshëm, më i përgjegjshëm dhe më i vetëdijshëm dhe që ka një aftësi, super aftësi më mirë të themi, për të ndërtuar gjithçka që ai dëshiron. Ose ai. Për shenjën nga Forës, duke qenë se gjatë kësaj hëne të re do të kemi edhe Jupiterin në lëvizjen e drejtë, do të ketë një fat vërtet shumë të madh, do të kemi tërheqje në jetën tuaj të individëve të rinj, njerëzve të rinj të cilët ju ndihmojnë. Kemi krijimin e një ambienti i cili ju shtyn që të lulëzoni, rrit shumë standardet tuaja pra. Dhe kemi edhe daljen jashtë shtetit, fillimin e një periudhe ku mund të trajnohemi më tepër, që kuptojmë shumë më mirë anën tonë shpirtërore përmenda, por mund të kemi edhe trajnime në lidhje me këtë pikpamje. Dhe në vartësi të tyre kemi dhe një rritje konstante në lidhje me karrierën. Por, duke qenë se kemi Venusin në kënd negativ me Jupiterin, do të këshilloja që çdo gjë që na thuhet me nga e prorët tanë, do të këshilloj ta perceptonim edhe një herë, ta rimendonim, ta rishikonim edhe një herë, në mënyrë që të jemi të sigurt nëse kemi kuptuar mirë atë që na është thënë. Në qoftë se nuk e kuptojmë ende, do të këshilloj që të flasim hapur dhe të kërkojmë sqarime për çdo gjë që kërkohet nga ne. Kjo është e vetmja mënyrë që shenja e Forës ka për të shmangur keq kuptimet në këto momente. Është një periudhë e gjatë deri në datën 19, pra kemi 10 ditë përpara dhe është 10 ditë që vërtet është i hapur ndaj keq kuptimeve. Okej. Në lidhje me shëndetin, përfatëmisht shenja nga Forës, nga ky hënë re, në përgjithësi do të ketë një farë çlirimi, duke qenë se ka një çlirim shumë të madh psikologjik, do të thotë që ka një çlirim shumë më të madh edhe në fizik, por normalisht deri tek hëna e re do të jemi shumë të kujdesshëm. Shenja e Luanit gjatë kësaj hëne të re ka ndikime shumë të fuqishme, sepse ndodhet tek shtëpia e karmave, që domethënë mbylljen e një cikli shumë të fuqishëm, i cili mund të ketë qenë pak problematik, por në përgjithësi ka qenë në vartësi të gjërave që ju vetë i keni shkaktuar, po e them në këtë mënyrë. Të gjitha lidhjet të cilat kanë qenë të pashëndetshme që nuk keni dashur që të ishni nga jeta juaj, ose në qoftë se ju i keni trajtuar në mënyrë të gabuar këtë lidhje si persona, kjo hënë e re do të mbaroj pikërisht këto cikle. Do të jeni shumë më të vetëdijshëm pas kësaj se si duhet të trajtoni njerëzit në jetën tuaj. Po ashtu edhe se si do t'i lejoni këta persona që të trajtojnë. Një ndër ndikime më të rëndësishme është edhe të ardhurat materiale për ju. Këto do thotë edhe mbarimi i një periudhe ku mund të kemi pasur probleme në lidhje me të. Padrejtësi më tepër që është bërë mos në lidhje me ndarjen e pronave dhe të ardhur dhe
të mirëve materialit të përbashkëta, pra të trashëgimive. Pas kësaj do të futemi në një fazë ku vërtet do të merrni atë çfarë meritoni. Është një moment shumë pozitiv, shumë i rëndësishëm, më duhet të them. Për sa i përket vlerës që ju jepni vetes, në këtë moment jemi në fazën ku arrini që ta perceptoni edhe deri te kjo hëna re do të vazhdojë të përforcohet kjo si ndjesi, dhe si rrethoj do të kemi dhe aftësinë që të krijojmë drejtësi në jetën tonë. Një ndër ndikime më të fuqishme më pozitive është karriera për ju. Kjo hëna re do të thotë një mbështetje shumë e madhe nga pothuajse të gjithë personat që keni në jetën tuaj. Por këtë sidomos do ta ndjeni nga kolegët, do t'ju mbështesin vërtet shumë në mënyrë që ju të mund të arrini majën asaj që mund të arrini pra. Prandaj të këshilloj që këshillat apo njohjet, prezantimet që ju bëjnë prej këtyre gjatë kësaj periudhe t'i merrni parasysh, sepse kjo hëna re për ju do të thonë vërtet rilindje, si në karrierë, po ashtu dhe në të ardhur materiale, po ashtu është e vlefshme edhe në lidhje me marrëdhënien që keni me kolegët tuaj. Në lidhje me shëndetin, për shembull në Luanit kemi ndikim pozitiv, sepse do të thotë thyrjen e një periudhe të gjatë, mund të them disi, afërsisht 4 mujorshë, e cila mund të keni pasur probleme me sistemin tuaj imunitar, që do të thonë, nëse keni ndjer për shembull vazhdimisht një sëmundje të ripërsëritet, kjo hëna re do të thonë mbarimin e saj. Shenja e Virgjëreshës. Për shenjën e Virgjëreshës, kjo hëna re e thënë në vija të trasha, ose ndikimi më i rëndësishëm është fillimi i martesave. Është pozitive për gjithë ata që dëshirojnë një partneritet stabil, por më duhet të analizoj, duke qenë se vjen me kushtëzimi, që duhet të jemi shumë të kujdesshëm sepse është gjatë retrogradës së Mërkurit. Këshilla ime do të ishte që të komunikojmë hapur se çfarë dëshirojmë, duke qenë se Mërkuri është drejtuesi juaj, kjo është edhe më e rëndësishme për ju. Jemi në fazën e lulëzimit, sepse Ceresi që është drejtuesi tjetër i juaj, do t'jetë tashmë tek shenja e Demit, dhe kemi futur në fazën që gjithçka është shumë më stabil, të gjitha luljet që çelin tashmë kanë filluar të shndërrohen në fruta, prandaj edhe ju jeni në periudhën tuaj të artë, pak më tepër që jeni te Ceres ka kënde pozitive tashmë me ju dhe ka kënde pozitive edhe me yjen jugore, që është deri në këtë moment i ka shkaktuar shumë probleme, i ka shkaktuar shumë sfida. Të gjitha këto sfida tashmë do të vinë duke u zbutur për këtë po mundojmë të them. Dhe kemi dhe aftësinë që ne të jemi shumë më të ndërgjegjshëm, kemi dhe aftësinë që edhe pse mund të kemi qenë të lodhur nga të gjitha problemet që na ka hedhur jeta, të dimë se si t'i zgjidhim ato. Udhëtimet në këto momente ju bëjnë vërtet shumë mirë, sepse ju detyrojnë që të shikoni botën në një aspekt të ri, prandaj të këshilloj vërtet që t'i bënit. Për sa i përket pikës ku mund të mbështeteni, vazhdojnë që të jetë shoqëria, duke qenë se edhe gjatë kësaj hëne të re do të kemi një mbështetje shumë të madhe nga Jupiteri. Për të gjithë personat të cilët kanë pasur probleme, më tepër bëhet fjalë në ndarjen e pronave, të ardhur materiale e të tjerë. Pemre një farë drejtësie, por kjo nuk është se vjen vetë ju, duhet që ju të luftoni në lidhje me të, por të mos bëheni të vrasht, të rrept, pra të jeni pak më tepër të butë në këto momente, sepse kjo ka shumë tepër rëndësi, dhe mbi të gjitha të mos mundoheni që të bëni padrejtësi të tjerëve, sepse deri në këto momente, le të themi ju kanë thyer zemrën, kjo është shumë e rëndësishme për shenjën e Virgjëreshës. Për sa përket shëndetit, për fat të mirë për ju, domethënë një shërim pothuajse i plotë të gjitha problemeve që keni pasur, dhe mbarimi edhe i sëmundjeve të cilat kanë qenë të zgjatura, sidomos ato që kanë qenë kronike. Shenja e Virgjëreshës, edhe pse ka të lodhshme këtë periudhë, më duhet të them që e ka shumë pozitive në afatgjat, edhe pse nuk e ndjeni në atë aspekt pra në këto momente. Ndërkohë që për personat të cilët janë brenda një martese dhe nuk është funksionale, kjo hëna re më të thotë edhe mbarimin e saj, pothuajse më njëherë, si e përmetik domethënë, sepse mund të kuptoni që keni sakrifikuar shumë më tepër se çfarë duhet, tashmë do të krijoni një balans të re më të shëndetshëm. Shenja e Peshores ndikohet shumë tek shëndeti fizik. Prandaj dhe deri tek hëna re do të këshilloj që t'i merrni gjërat në dorë. Pra, të jeni më të kujdesshëm për çfarë konsumoni, sepse edhe Venusi do të jetë në kënde negative gjatë, pra drejtuesi juaj do të jetë në kënde negative gjatë kësaj hëne të re.
Në qoftë se jeni më të kujdesshëm edhe se si e përdorni energjinë tuaj, se ku fokusoheni, marrëdhëniet që keni me trupin tuaj në këtë moment për këtë arsye janë shumë të rëndësishme, do t'i këshilloj që t'jeni më të vëmendshëm këtu. Nga ana tjetër, pika ku do të kemi një ndryshim kolosal është në mënyrë se ne perceptojmë dhe e prezantojmë veten tonë në ambiente serioze ose në ambiente profesionale. Kjo ka shumë rëndësi, sepse për ju do të thënë një rritje shumë e madhe në karrierë, por nëse përdorni ashtu siç duhet. Nuk mund të them që do të mund ta pengoni rritjen, por do të mund ta zgjasni si periudhë të suksesit. Pra, dhe nëse ndihmoni dhe ju, jeni disi më të programuar deri tek hëna e re, do të vini re që të gjitha gjërat pak a shumë do të rregullohen vetvetiu. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit, do të kemi energji disi më të ulët, ose më themi disi më të çuditshme, të çorientuar. Një moment mund të kemi energji shumë të lartë, momenti tjetër mund të jemi vërtet shumë të ulët. Prandaj dhe vërtet që do të këshilloj që të jemi shumë më të kujdesshëm, të marrim çfarë pak më tepër moderitet, të bëjmë aktivitet fizik aq sa duhet, mos e tepërojmë, por nga ana tjetër të mos rrim edhe pa e bërë. Edhe kjo ka shumë rëndësi dhe një ndër temat më të rëndësishme është ndryshimi tek aspekti jon fizik. Kjo është diçka që vërtet është shumë e rëndësishme për ju në këto momente. Në qoftë se ajo që e ndjeni veten tuaj për brenda nuk e reflektohet jashtë, do të këshilloj me ngurë që të filloni dhe ta përcjellni pra atë çfarë ndjeni vërtet nga brenda. Është një moment shumë i rëndësishëm. Ai pasioni që ndjeni për jetën mund të ndiset edhe më tepër në mënyrë shumë më të fuqishme dhe të shëndetshme nëse e bëni këtë. Dhe për më tepër keni dhe aftësinë që nëse ju jeni vetvetja të mos humbisni kohë dhe energji për të prezantuar në një mënyrë tjetër, pra dhe të fokusohen tek gjërat që kanë rëndësi, që është karriera. Shenja e peshorës ka një rritje kolosale në karrierë. Nuk është e pandalshme. Do të vazhdoj që të jetë edhe gjatë kësaj hëne të re. Për më tepër që do të kemi mbarimin e të gjitha pengesave që mund të kenë qenë shkaktuar edhe nga kolegët tuaj. Ose nga ju vetë, sepse nuk keni qenë të rregullt. Pra nuk keni kujdesur për veten tuaj, për rutinën tuaj ashtu siç duhet, dhe pas kësaj do të kemi një rritje kolosale, sepse të gjitha pengesat që thash do të hiqen nga rruga juaj. Për sa përket shëndetit e përmenda, gjithsesi po e përsëris, do i këshilloj me ngurë që të jeni shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin. Çdo gjë që përforcon imunitetin, do i këshilloj që ta bëni. Vitamina C e të tjerë, i dini vetë ju. Nëse është e nevojshme, shkoni te doktorët. Shenja e akrepit. Për shenja e akrepit, kjo hënë e re, çfarë do të thotë? Po e them si fillim, fillimet të reja sentimentale. Lindje të fëmijëve ose lajme për këtë si gjë. Mbarimi i periudhës ku kemi pasur probleme për të vlerësuar veten tonë ose mbarimi i periudhës ku nuk kemi pasur besim se mund të krijojmë lidhje të shëndetshme. Po them në këtë mënyrë, duke qenë se kemi pasur shumë trauma nga shkuara e të tjerë. Kjo është hënë e re që do t'i mbaroj të gjitha këto. Kemi fillim në një ciklit të ri. Komplet të ri. Shenja e akrepit ka një periudhë të gjatë që është në një rritje të gjatë, por ka një farë periudhe që është në rritje dhe kjo hënë e re do ta precizoj këtë. Do të kemi tashmë krijimin e një bazamenti vërtet shumë të fuqishëm, si fillim në anën ekonomike, mbështetje nga familja, ndërkohë që nga kjo hënë e re do të vijë re edhe një mbështetje shumë e madhe nga pasionet e tyre. Prandaj, nëse keni një hobi ose diçka që ju bën zemrën që të rrahej, në këtë moment do të këshilloj që ta ndiqni, sepse partnerin tuaj të arshëm mund ta gjeni pikërisht nëpërmjet kësaj. Ktu bëhet fjalë për gjithë ata që nuk janë në një lidhje. Ndërkohë që për gjithë ata që janë në një lidhje, përsëri do të këshilloj që të ndiqni pasionin tuaj, sepse kjo do të ndihmojë që të ndisni përsëri atë pasion që keni ndaj jetës dhe detyrimisht do të bëjë që të ndjeni shumë më mirë me veten tuaj dhe të ndihmoni edhe lidhjen në bazë të saj. Pra, të krijoni lidhje shumë më të shëndetshme ose të rigjeneroni atë çfarë keni. Për sa përket lindjes së fëmijëve, që e përmenda pak përpara, kjo do të vijë rreth domos tek personat që kanë pasur probleme për të pasur fëmijë. Kjo sepse do të kemi një farë rigjenerimi dhe kemi mundësi të reja. Nuk do thotë se të gjithë personat që kanë pasur probleme për të lindur fëmijë do të lindin falë kësaj hëne të re, por do të ketë shumë persona që do të kenë mundësi të tilla, disa mund edhe të adoptojnë, por në përgjithësi është një rigjenerim në këtë pikë. Kemi edhe fillimin e një periudhe kur do të mund të krijojmë burime për të ardhur materiale shumë të mira. Por
më duhet të analizoj. Retrograda e Mërkurit vazhdon që të jetë aktive, prandaj çdo investim që bëhet në këto momente duhet të jetë i kontrolluar shumë mirë, i llogaritur shumë mirë, nëse nuk duam që të kemi dëme më vonë. Duke qenë se do të jetë një hënë e re në takim edhe me Neptunin dhe mbi të gjitha është në drejtimin e Neptunit, do t'i këshilloja të gjithë atyre që janë tek shenja Akrepit dhe kanë probleme në një mënyrë ose në tjetër me bartësitë, jemi edhe më të kujdesshëm. Sepse dhe mund të egzagerohet nëse nuk jemi të kujdesshëm, por pjesa e rëndësishme është se mund të marrim shërim. Duke qenë se bartësia është sëmundje, edhe kjo mund të ketë shërimin e saj. Prandaj, këtë si periudhë do të këshilloj që ta përdorim pikërisht në këtë aspekt. Shenja e Shëgjetarit. Për shenja e Shëgjetarit është një shenjë ndryshueshme detyrimisht ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm. Kemi një kënd negativ të drejtuesit tuaj me Venusin, i cili është vendosur tek shtëpia e dashurive të reja, prandaj dhe mund të keni pak a shumë një luftë të brendshme, sidomos për lidhje që sapo kanë filluar ose kur nuk jeni të sigurt nëse personi përballë ndjen apo s'ndjen të njëjtat gjëra me ju, ose në disa raste kur shumë i ngjashëm me një person që keni pasur të shkuarën, dhe të gjitha këto mund të krijojnë një farë trysnie ose në disa raste mund të krijojnë edhe një farë konsumi shumë më të madh. Pothuajse në çdo aspekt, por në përgjithësi këtë konsum mund ta vëmë re në lidhje me argjimet ose për pak a shumë më tepër qef. Kjo detyrimisht mund të krijojë dëme në të ardhët materiale, ndërkohë që përtej kësaj, pika ku kemi ndikime shumë të fuqishme dhe pozitive është në lidhje me marrëdhëniet familjare dhe me karrierën tonë. Për shenjën e Shëgjetarit kemi vendosjen e pikave mbi i. Pra, në qoftë se deri në këtë moment nuk kemi qenë të sigurt nëse duam apo s'duam që të jetojmë tek banesa ku jemi apo tek qyteti ku jemi në disa raste. Nëse jemi nuk e dinim nëse jemi duam apo s'duam që të vazhdojmë tek puna ku jemi, pra në lidhje me karrierën. Kjo do thotë që mund të marrim vendime shumë më të shëndetshme. Kemi mbarimin e periudhës ku jemi të pasigurt pra në lidhje me këto tematika, dhe si rridoj kemi një farë rilindje për ju. Është ndikim shumë më pozitiv, kemi fillime edhe të familjeve të reja, si rridoj mund të kemi edhe propozime për martesë, madje në disa raste mund të marrim edhe lajme për lindjen e fëmijëve. Kjo hënëre do të thotë mbi të gjitha ringjalljen e shumë ndjenjave, pasioneve të cilat mund të kemi qenë pak a shumë të detyruar që t'i lëmë pas dore, sepse kemi pasur shumë hall dhe probleme në jetën tonë, por fal kësaj hëne të re, do të kemi edhe kohën, edhe mundësinë që të risjellim në jetën tonë, pra të sjellim përsëri në jetën tonë. Kemi edhe përdorimin e përkryer, mund të them, edhe të aftësive dhe të logjikës tonë në gjatë kësaj periudhe, duke qenë se kemi edhe disa kënde pozitive të Jupiterit, si me Marsin, po ashtu edhe me Pallasin, i cili është përdorimi shumë pozitiv i logjikës. Kjo do thotë që kemi edhe aftësi vërtet shumë të mëdha shpirtërore në këto momente, pra intuita është vërtet shumë e lartë. Por e përsëris për të gjithë personat të cilët janë tek shenja e Shëgjetarit, se kanë vendosje këtu, dhe janë në periudhën e sidomos trimesrin e parë të shtatëzanisë, do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm. Shenja e Bricjapit. Për shenja e Bricjapit, kjo hënë e re do të thotë një prezantim i ri në botë. Kemi një fuqizim vërtet shumë të madh të identitetit tonë, një ndihmë shumë të madhe edhe nga sistemi, po ashtu edhe nga njerëzit që kemi të ngushtë, familjarët tanë, po ashtu më tepër, mund të them vëllezërit dhe motrat tanë, po ashtu edhe rrethi jonë i ngushtë. Për shenjën e Bricjapit, kjo hënë e re do të thotë fillime të reja, udhëtime të reja, krijimi i bizneseve të reja, i kontratave të cilat do të thonë dhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Çdo gjë që në këto momente nuk jeni posesiv, vjen në jetën tuaj, çdo gjë që pak a shumë deri në këto momente e kishit humbur shpresën, rikthehet në jetën tuaj, është ndikim vërtet shumë i madh pozitiv për shenjën e Bricjapit. Pak më tepër që kjo hënë e re do të jetë edhe në takim me drejtuesin tuaj që është Saturni, domethënë edhe fillime të reja në lidhje me familjet. Pra edhe për ju mund të kemi martesa
ose propozime të tilla. Mund të marrim lajme se persona të cilët i kishin humbur shpresën se do të bësh me fëmijë, mund të bëhen me fëmijë e të tjerë. Është ndikim vërtet shumë i madh pozitiv për ju. Ndikimi vetëm që do të këshilloj që t'jeni më të kujdesshëm është informacione që lejoni që të, ose më themi, inputi ose sa lejoni që të ndikoheni nga fjalët që thon familjarët tuaj kundrejt në partneres tuaj ose partnerit tuaj dhe anasjellës. Pra, marrëdhëniet familjare do t'i mbani më vete, ndërkohë që marrëdhëniet që janë me partnerin tuaj do t'i mbani më vete. Është një ndikim që e thash edhe gjatë kësaj jave, do të vazhdosh të jetë aktiv gjatë gjithë këtyre 10 ditëve në vazhdim. Do t'i këshilloj që thjesht të vëzhgoni këta persona, sepse në fund të kësaj periudhe do të kuptoni shumë mirë se kush është person, se cilët janë këta persona të vërtet, më mirë të themi, dhe të mund të përzidhni, të vendosni se çfarë do të bëni me këtë informacion që do të merrni pra. Ndërkohë që për sa i përket harxhimeve për shtëpinë nuk do t'ju këshilloja në këto momente, është diçka që mund të pendoheni më vonë. Mund të zgjidhni shumë gjëra që janë i te kalojnë buxhetin tuaj dhe janë të panevojshme, prandaj vërtet që nuk do t'ju këshilloja. Vendime impulsive për të krijuar lidhje në këto momente nuk do t'ju këshilloja. Pra një person që nuk e njihni fare të fillon të krijoni lidhje nuk do t'ju këshilloja, dhe e njëjta gjë është edhe në lidhje me të merrni vendime për martesë kur me një person që sapo e keni njohur, dhe këto nuk do t'ju këshilloja. Por ata që e njihni, që keni vite që e njihni, domethënë është diçka tjetër përsëris. Pak më tepër do të kuptoni dhe fytyrën e vërtet të shumë personave në këto momente, prandaj pse jo. Okej, shenja e ujorit. Për shenja e ujorit, kjo hënëre do më thënë fillimet të reja në të ardhët materiale, një vlerësim i ri i jetës, një vlerësim i ri i vetes dhe pranimi në jetën tuaj i gjërave të cilat janë vetëm i gjërave më të themi që janë në përputhje me vlerat tuaja. Është një ndikim shumë i madh pozitiv për ju, domethënë rilindje në një farë mënyre, sepse është edhe periudha ku të gjitha mësimet që i morët nga eklipsi i diellit tashmë do të fillojnë që t'i zbatoni. Jeni për persona më të aftë, jeni për persona që jeni më përzgjedhës dhe mbi të gjitha gjatë kësaj hëne të re do të keni një mbështetje shumë të madhe edhe nga drejtuesi juaj, i cili është vendosur tek shtëpia e familjes, e shtëpisë banesës, dhe ka një ndikim të drejtë për drejtë edhe në rritjen tuaj në karrierë, si edhe ka një ndikim shumë të madh edhe tek të ardhurat materiale. Edhe për ju intuita shumë e lartë, mbi të gjitha keni një imagjinat vërtet shumë të zhvilluar në këto momente. Nuk mund të them që është tamam imagjinat, sepse arrini që të analizoni se si mund të rrjedhi ngjarjet. Pra, prandaj edhe keni aftësinë që të bëni investime shumë më të dobishme. Këtë thash edhe këtë thash gjatë parashikimit javor që bëra. Pra, investimet e kontrolluara, rrisjet e kontrolluara në këto momente për ju janë shumë të këshillueshme. Gjithsesi, duke qenë se keni një vlerësim shumë të lartë, një ndër gjërat që do t'ju këshilloja do të ishte që të zgjeroni pak më tepër rrethin tuaj shoqëror. Por të përzgjidhni shumë mirë fjalët që përdorni kundrejt kolegëve tuaj, sepse kjo është pika juaj pak a shumë që mund të çaloni, mund të thoni fjalën e gabuar ose në disa raste mund të flisni më tepër se çfarë duhet. Planet që keni në këto momente nuk do të këshilloj thjesht ndanit me asnjëri. Personat e vetëm tek të cilët mund të keni besim janë familjarët tuaj, por gjithsesi këshillimi do të ishte që të mos i ndani me njëri, tip ndani pasi ti keni realizuar, pra sepse keni një aftësi vërtet shumë të madhe krijuese në këto momente. Në lidhje me karrierën, për ju është një periudhë që vjen rritje nga qetësia. Pra në qoftë se i mbani gjërat pak a shumë, i planifikoni mirë, krijoni atë qetësinë që ju nevojitet shpirtërore, fizike dhe në ambient, keni një aftësi kolosale për të rritur në karrierë. Do të dalin përpara disa mundësi që as ju vetë nuk i mendoni që do të vinin, sepse në këto momente kemi një mbështetje kolosale. Përshëndetjen, mund të them që në përgjithësi jeni mirë. Përshëndetjen mendor e di që mund të jeni pak të lodhur në këto momente, sepse ka qenë sistemi nervor i prekur, por ato çfarë keni pasur pasojat pra te eklipset në përgjithësi do të fillojnë duke u zbutur deri tek hënëre. Pas së re vërtet që çajo mund të keni pasur jo dhimbje fizike, sidomos te trysni që mund të keni deri tek sistemi juaj nervor nuk do të ndjeni më. Përkundër do të keni një farë çlirimi, sepse siç e thash ka një kënd pozitiv me uranin kjo hënëre.
Në lidhje edhe me në lidhje me shëndetin, pra jeni mirë në përgjithësi. Gjithsesi që të jemi të kujdesshëm, të jemi të kontrolluar, të kemi rutinë të shëndetshme, është e këshillueshme për të gjithë. Shenja e peshëve. Kjo hënë e re është tek shenja juaj. Është tek gradat e fundit të shenjës tuaj, tek gradat parafundit më mirë të themi, prandaj ka një ndikim shumë të fuqishëm. Jo vetëm sepse është në gradat e fundit, por sepse është edhe në takim me Neptunin, që është drejtuesi i shenjës tuaj. Prandaj dhe për ju nuk ekziston më mjegulla. E vetmja arsye që mund të ekzistojë është sepse ju nuk doni të shikoni realitetin ashtu siç është. Dhe mund të futeni vetë jo në rolin e viktimës, por sistemi nuk ja lejon më. Vërtet që nuk ja lejon më. Jemi futur në fazën ku ju duhet të rriteni, ku duhet të hiqni nga jeta juaj gjëra që nuk janë të shëndetshme, kur duhet të nxjerrni në skenë karakterin tuaj të vërtet, identitetin tuaj, i cili është një person i cili është shumë i fuqishëm, që i tregon botës që nuk është i ndikuar nga dallgët sepse është vetë oqeani. Prandaj dhe shenja e peshëve nga kjo hënë e re ka një rritje kolosale, vërtet kolosale. Është e pashmangshme, e vetmi person që mund ta shmangni, që mund ta pengojë këtë rritje më të themi jeni ju. Por siç e thash, pavarësisht jush, sistemi do t'ju drejtojë aty ku duhet të shkoni. Kemi një pasion vërtet shumë të madh ndaj jetës dhe mbi të gjitha intuita është vërtet shumë e lartë. Kemi mbarimin e një periudhe ka qenë shumë e lodhshme në lidhje me shëndetin fizik. Për të gjithë ata që nuk kanë pasur probleme tek shëndeti fizik, por kanë pasur probleme në anën e tyre shpirtërore, sepse mund të kenë një lodhje vërtet shumë të madhe këtu, sidomos në lidhje me problemet që kanë qenë të shkaktuara nga partnerët ose nga familjarët e tyre. Kjo hënë e re do thonë mbarimin e tyre. Do të kemi dalë në skenë të një individi i cili është shumë më i fuqishëm, më i fortë, më të themi, në karakter dhe është më stoik. Prandaj shenja e peshëve nga kjo hënë e re del goxha mirë. Goxha i fuqizuar. Një ndikim që normalisht do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm është harximet, sepse mund të konsumoni shumë më tepër se çfarë duhet. Në këtë rast vërtet që mund të blini gjëra pafund, gjëra që nuk ju nevojitet. Kjo për të mbushur pak a shumë atë si bie vrimë që keni brenda në zemër, domethënë, sepse mund të mos keni marrë vlerësimin që ju dëshironit nga personat e tjerë. Por pjesa më e rëndësishme ose një nga arsyet që mund ta shkaktoj më tepër këtë është nëse nuk keni pasur një person në jetën tuaj për një periudhë të gjatë, ose nëse se personi kundrejt të cilit keni ndjenja nuk ja u kthen në të njëjtën mënyrë, atëherë mund të bëni edhe argjime të panevojshme thjesht sepse ndjeni veten të pavlerësuar. Kjo është diçka që vërtet do të këshilloj që të jeni të kontrolluar. Nuk është diçka shumë e vështirë, por është diçka që mund t'ju bezdisë, domethënë, dhe mund të ngatërsoj këtë rrjedhën pozitive që kemi në këto momente. Ndërkohë që investimet e kontrolluara edhe për ju janë të këshillueshme. Duke qenë se Merkuri është tek shenja juaj, keni një intuit vërtet shumë të lartë, lidhja me ndërgjegjen e kolektivit është më e lartë tek shenja juaj. Mbi të gjitha keni dhe aftësi vërtet shumë të mëdha për të ndërtuar jetën që dëshironi, sepse intuita shumë e lartë, siç e thash, dhe mbi të gjitha merrni informacione, downloadime të vazhdueshme nga sistemi, nga universi në këto momente. Para shumë janë pa filtra tek ju, domethënë ta reni që ta kuptoni shumë mirë se çfarë po thuhet dhe cilat të gjëra që duhet të investoni, cilat janë personat, cilat janë në disa raste dhe situatat ku duhet të kaloni më tepër kohë në mënyrë që të keni një rritje më të madhe. Keni aftësi që të jeni të përgjegjshëm, mjafton që ta bëni këtë. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë, dhe shihem përsëri ditën e premte, që është fikse, 15 herë. Shumë faleminderit, natën e mirë. Pafshim.